E shokuar me këtë përkufizim e përshkruan atë çfarë përjetoi një ditë më parë ndërsa mbeti e plagosur në këmbë në plazhin e Velipojës, turistja çeke 26 vjeçare Martina Malaj. Ndërsa po merr mjekim në spitalin rajonal të Shkodrës, ajo thotë se çdo gjë ndodhi papritur teksa ishte ulur në një lokal në qendër të plazhit me të dashurin dhe miqtë e saj. Actually, I just remember the huge Mund vetëm një zhurmë të madhe dhe kama jeme që po u gjakoste. Ishte me të dashurin tim dhe me një shoqe tjetër afër plazhit. Kam qenë shumë e surprizuar. Nuk jam e sigurt akoma, s'kam menuar për se si kam e përshkruar. Mbaj mend vetëm që kam qenë shumë e friksuar dhe shokun pastaj. Zanafilla e ngjarjes vjen pas një konflikti mes dy të rinjve për hapësirat e shezlloneve në plazhin e Velipojës, ku pas debatit të ashpër me fjalë 31 vjeçari Serian Hyseni ka qelluar me armë zjarri pistolet. Përpasoj mbeti plagosur në këmbën e djathtë 26 vjeçaria çeke. Edhe pse ngjarja është shënuar rreth orës 15:30 të së enjtes në plazhin e Velipojës, policia e ka raportuar në orën 22:30. Ndërkaq, në orët e para të ditës së sotme, pas marrjes në pyetje të dëshmitarëve në vendngjarje dhe deponimit të turistes dhe mijëve të saj, është identifikuar dhe shpallur në kërkim autori që ka shtënë me armë 31 vjeçari Serian Hyseni.